Në seminarin dytitor të Këshillit Koordinues të Arsimtarëve në Diasporë, Sadiona Abazaj paraqitej një trajtesë të thelluar mbi ruajtjen e gjuhës shqipe në diasporë, duke u ndalur te sfidat aktuale, roli i familjes së shkollës dhe rëndësia e brezit të ri. Prezantimi ndërthuri qasjen akademike me përvojën njerëzore dhe emocionale të ruajtjes së gjuhës anëtare larg Adeut, me një fokus të veçantë në një studim rasti në Gjenova të Italisë. Abazaj theksoi se ruajtja e shqipjes nuk është thjesht çështje mosimore, por lidhet drejt për drejt me identitetin, përkatësinë dhe mirëqenien emocionale të fëmijëve që arritën në dy kultura. Ajo nënvizoi se synimi i saj ishte të sillte një pasqyrë reale të jetës familjeve shqiptare në diasporë dhe përpjekjet e tyre për të ruajtur lidhjen me gjuhën dhe kulturën e origjinës, duke prezantuar profilin e saj profesional. Abazaj bëri të ditur se ka mbi 15 vjet përvojë në arsim dhe është diplomuar në disa programe masteri në Shqipëri dhe ka përfunduar formimin pedagogjik në Finland. Pas vitit 2019 ajo drejton një shkollë ndërkombëtare në Helsinki, ku punon me fëmijë shumë gjuhësh dhe shumë kulturash. Sipas saj, ruajtja e shqipes është një mision që ajo e përjeton si mësuese, drejtuese shkolle, prindë dhe qytetare shqiptare në diasporë. Një pjesë e rëndësishme u kushtua realitetit diasporës shqiptare, e cila sot numerikisht është shumë e madhe dhe përbën një faktor kyç për të ardhmen e shqipes, por dhe një rrezik serioz për humbjen e saj në brezat e rinj.